Ne do të vërejmë se rastet ku vetë Muadhi radiallahu anhu transmeton nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wassalam në këtë kontekst në disa raste pjesën se çfarë është haku i Allahut, dhe e kemi trajtuar edhe më parë hadithin ku profeti alayhi salam i drejtohet Muadhi ibn Jabal radiallahu anhu dhe i thotë: "O Muadhi ibn Jabal, a di se kush është haku i Allahut tek krijesat e tij?" I thash: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Ta adhurojnë dhe të mos i bëjnë shok atij." Pra ta adhurosh po, por të mos i bësh shok atij. As në adhurim, as në lutje, as dhe edhe në friksim. Do të thonë që të të mos friksoj krijesa më shumë se krijuesi vet. Çfarë do thotë kjo pjesa? Do të thonë është diskutuar në pjesën e besimit islam, do të thonë që çfarë do thotë. A do thotë që të mos friksohesh për krijesësh? Kjo është diçka instinktive. Pra instinktivisht njeriu friksohet nga zjarri, friksohet nga një egërsir, friksohet nga një X provë. Mund të jesh në avion, mund të kesh turbulenca të theksuar, a friksohesh. Por kjo frikë nuk duhet të ngjasoj frikës që ne kemi prej Allahut subhanahu wa taala. Për shembull mund të përmendim në këtë kontekst rastin e Imam Auzaiut rahimahullah, Abdurrahman al-Auzai, për cilin ka thënë Imam Dhahabiu rahimahullah, nëse dëgjoni që një vepër e ka vepruar Imam Auzai dhe për të nuk dini hadith të profetit alayhi salam të transmetuar, dijeni se ajo është sunet. Pra aq i përkushtuar ishte ky person. Dhe kemi përballjen e Imam Auzait me Sefahun. E kanë pyetur Imam Auzaiun rahimahullah dhe i kanë thënë që a nuk patë frikë kur u përballën me të, sepse ai i kishte rreshtuar 2 tabor me ushtar për pritjen e këtij, pas vetes kishte vendosur ata të cilët ishin trupat më gjigant. Trupat më gjigant, thotë dhe me shpata në dorë, pra si për t'i krijuar një lloj frike tepër të theksuar. Dhe i thanë: "A nuk patë frikë?" Sepse në përballjen e tij tregoi domethënë një guxim prej dietari, për një person i cili i mbështetet Allahut subhanahu wa taala. Çfarë tha Imam Auzai? Pra, fillimisht thotë u friksova kur e pash këtë pamje, më pas bëra një krahasim ose reflektova në moment dhe më kujtua çasti kur do të qëndrojmë përpara Allahut subhanahu wa taala dhe Sefahu në konsideratën time, domethënë nuk ishte as në konsideratën e një mize, pra as pak nuk u friksonte më. Dhe kur vdiq Imam Auzaiu rahimahullah, i cili u varros në Ba'labek, në afërsitë Beirutit, tregon një shoqërues i Sefahut, thotë: "Te kalonim aty pranë, më tha ku është i varrosur, pra e din varrin e Auzait." I thash po, tha dhe e shoqërova tek varri Imam Auzait dhe më tha: "Largohu, pra qëndro më larg se dua të qëndroj vetëm atë." Thotë dhe në qetësinë e varrezës e kam dëgjuar tek i fliste. Në momentin që po themi tek i fliste të vdekurit, po i fliste vetes, që është e vërteta. Dëshironte të qante të hallin e tij dhe i thotë: "Në jetën time kurrë nuk jam friksuar prej kujt. Pra kam qenë në situata shumë të vështira, në përballje me shpatë, me armë, me luftra, me betejë të ndryshme. Pra më është rrezikuar dhe jeta, po kurrë nuk jam friksuar. Dhe nuk jam friksuar askujt, domethënë s'kam pasur frikë kënd. Vetëm ty, thot, kam pasur frikë, edhe pse kurrë nuk të kam parë me shpatë në dorë ose me armë."